votojmë. Pra këtë grup të votuesve në 2021, falni, zgjedhjet e 21-t, i mobilizoi Albini sepse taj shihni ndryshimin, freskinë e tjera. Më përpara i ka mobilizu Ibrahim Rugova, dhe tash sikur kanë ngel, mos them kështu si pata mjegull, por kanë ngelur dhe besoj se nuk do të votojnë. Kështu që shohim kush e ka strukturën më të gjerë. Logjikisht partia në pushtet do duhet ta kishte strukturën më të madhe, sepse pushteti është më josh aktivistat, shihen këto aderimet e fundit në vendosje. Jashtë kësaj, unë besoj që këtë partitë do ta kalojnë pragun, sepse pragu do t'jetë i ulët. Këtë thash për shkak të AK-s, sepse herën e fundit AK-ja kishte vështirësi. Ka ndryshuar po tashti pragu do t'jetë më i ulët, që është matematikisht, logjikisht. Nëse 200 vetë votojnë, 5% që është 10. Nëse 100 vetë votojnë, 5% që është 5, apo? Kështu pra që ullët. Sa përqindja tjetë më e vogël e votuesve dhe pragu është më i vogël. Kjo është në pikat shkurta se çfarë po ndodh atje. Fatmirësisht nuk është se kemi pas një incident apo në zhvillim që mund të lidhet me zgjedhjet nga veriu apo nga Serbia ndonjë ndërhyrje, ata kanë problemet e vete, protestat andaj që vazhdojnë. Përjashtor në një rast sporadik si ai me maturantët, me flamurin e Serbisë. Ajo është një shembull tipik i hegemonizmit serb, si vepron në Kosovë. Pra ata nuk i përdorin flamurit e tyre kombëtar, sepse Serbia i ka 2 flamuj, serbët realisht, e ka flamurin kombëtar që Trëngjyshin apo Trobojka, si që thajnë ata, edhe e kanë atë shtetënor në atë stemën. Dhe ata qëllimshëm e përdorin atë shtetënor. Nuk është sikur kombi shqiptar që ne kemi një flamur i cili është zyrtarisht në përdorim edhe të shtetit shqiptar, të serbët këtë flamurin të cilin e përdorin në Kosovë, qëllimshëm, bie fjala serbët e Kroacisë nuk guxojnë ta përdorin. Sepse ajo pastaj e përdorin atë kombëtar që ka. Dhe këtu unë po çuditem me Albinin, i cili është njohës i mirë i këtyre gjërave, pse nuk ka reaguar deri tashti, do t'i shërbente edhe kështu në të farë fuqizimin e imazhit të tij. Sepse u pa këto 2 ditët apo 3 sa festuan në maturanët, sepse në vazhdimsi rrjetet sociale po na i qesin disa rila tash ta japim përshtypjen që një javë kanë festu rregullisht me daulla atje, me ato trubat, muzikën e tyre që s'ka ku gjë të keq aty, por flamurin nuk e përdorin për të treguar identitetin e tyre kombëtar, por e përdorin qëllimshëm për treguar se ajo pjesë është Serbi. Madje edhe brohoritjet ishin Kosova është Serbi, e broçkullat e ngjashme të cilat ushqehen nga hegemonizmi serb apo ushqehen nga klika e Vučićit. Do ta shpëtoj medalja që morin kinë Vučićin, se vetëm sa nuk qava ata nga emocione. Nuk besoj. Serbët, flas për inteligjencën serbe, intelektualët serb, e din që Kinën nuk e kanë mike siç e kanë Rusinë. Me Kinën nuk i lidh asgjë, bile më shumë neve shqiptarëve na lidh me Kinën, sepse ishte Shqipëria ajo e cila kërkoi zyrtarisht që të ndrohet në vitin 71 Tajvani me Kinën në Këshillin e Sigurimit, pra Kina kontinentale, Kina e Mao Tse-tungut ta përfaqësoi popullin kinez, e jo Kina e Tajvanit apo Republika e Kinës në Tajvan
Kina e Kuomintangve, që janë kajshekut. Prandaj, kjo Kina e kontinentale komuniste më shumë është mike me neve, na ka bërgj, se sa që ka ndonjë marrëdhënie me veçantë me Serb, gjërsa me Rusin po e kanë den babaden. Rusia ishte shkaktare që Serbia i fitoi autonominë në atë kryengritjen e vitit 1804. Rusia ishte shkaktare që Serbia fitoi pavarësinë, pasi që e mposhti apo u fut në Stamboll me 1877 në luftën ruso-turke, e që ja imponoi që të gjitha shtetet ortodokse të bëhen të pavarura, Rumania, Bullgaria, Malizi edhe Serbia. Prandaj me karshi Rusisë është e kuptueshme, por kjo me Kinën është maskaradë. E dinë edhe kinezët, e dinë edhe këta se për shkak se Kina është tashti fut, si të themi kështu, në mod, është bë atraktive, ashtu po. Por Serbia nuk është treg i madh krahasuar me Europën, nuk është treg kualitativ, se po të ishte me i Zvicër atëherë, mbase do të kishte një qasje tjetër, po edhe si treg edhe i vogël për ka numri, edhe jo kualitativ për ka të ardhurat. Prandaj e din shumë mirë Serbët që me Kinën është maskaradë, gjërsa me Rusinë është marrëdhëniet janë më serioze, ka ndjenje aty nacionaliste